Një periudhë 4 vjeçare kam bërë një shumë të mira, po kupton, se kam pasur para. Pastaj dola në Evropë, yra drogës, u ktheva në Kosovë, nisa prapë me drogë, tëra llojet e drogëve. Tëra, kokainë, heroinë, domethënë heroina ka qenë në fund fare, më unë tëra llojet e drogëve. Veç kjo krokodil që ka dalë tash që Fare, si kuptoj, unë si kuptoj drogë. Është një lloj droge krokodil që ajo veç ta lëshon mishin copa. Bjen cop mishi. Je shembull edhe për njerëzit që dojnë me lanë substancat narkotike. Po unë kam një mesazh për krejt, domethënë vetëm ai s'kam si ta shpjegoj tash kur e shikoj njanin, se s'para shikoj tash në rrugë. Mo kur e shikoj, edhe veç kur them edhe unë si kyç pas na qan, uaj zoti na rut. Të dashur me që jam këto me Markel Selacin, i cili do të na rrofeni pjesë nga jeta e tij, se në çfarë u ballafaqu, në çfarë e përplasi jeta, në shkurt Keli do të na tregon dhe do të na rrofen për Kosova Info historinë e tij. Përshëndetje Keli. Përshëndetje. Keli, unë e thash ka qenë një histori, po para se me arte kjo gjë, kush është Keli? Unë jam Markel Selaci, lidur në Korçë, kam lindur në Korçë, kam jetuar deri në moshën 18 vjeçare në Korçë, tani kam dalë në Evropë, kam dalë deri në 2000 në Evropë, në 2000 i marrë këtu në Kosovë, në Vushtri e për atërisht jam këtu. Tash jeton në Vushtri? Tash jetoj në Vushtri se babin e kam nga Kosova, nënën e kam për Shqipënjë. Vetë kam lindur në Korçë, Shqipëri. Kel, unë e thash nga çka e ballafaqoj, kush ishte Keli dhe kush është Keli sot? Po Keli ka qenë një djalë aventurir, të them, adoleshent, kam pasur para mjaftueshme, shumë para kam pasur, se kam pasur furat e bukës në Korçë. Punonim, domethënë çdo ditë punon te babi, edhe unë domethënë kam bërë një jetë prej 94 deri në vitin 98. Një periudhë 4 vjeçare kam bërë një jetë shumë të mira, po kupton, se kam pasur para. Pastaj dola në Evropë, yra drogës, u ktheva në Kosovë, nisa prapë me drogë. Kel, ti e ka një ideal që ke përdorë substanca narkotike? Po, e vërtetësh. Edhe çka të bani me shty atë rrugë? Jo, ajo nuk të ban kur gjë, ajo veç domethënë je kurioz të dish çka të ban ajo e pen. Kushtrim. E tani me kalim e kohës, nesit ti thua, atë e pi dhe njerë se më pëlqej. Edhe e pi dhe njerë tjetër. Tani si të pish 3-4 herë, ma mbetet në dorë, apo kupton shmasi se... So kohë je kanë përdoru si substanca? 4 vite ju më kanë arna. Cilat lloj droga vi ke përdorur? Tëra llojet e drogëve. Tëra, kokainë, heroinë. Domethënë heroina ka qenë në fund fare, më unë tëra llojet e drogëve. Veç kjo krokodil që ka dalë tash që Fare, si kuptoj, unë si kuptoj drogë. Është një lloj droge krokodil që ajo veç ta lëshon mishin copa. Bjen cop mishi. In youtuber dhe she. Kel, ti e humbe pasurinë. E vërtetësh, e kam humbur, s'kam ditur ta menaxhoja, kam qenë i ri, babi më fliste shumë, më thoshte puno djali jam se janë tuat, mos ja xhish shumë lekt me shok, tu prap njëjtë na vas. Ja mesha paret babit, i argjinja me shoqëri. Babi nuk jeton më? Jo, babi ka vdekur. Që në 2009, në qatë ditë që ka vdekur babi, në vitin 2009, në qatë ditë, për asaj dite unë se kam përdorur me heroinën, edhe masane me kalim në kohës, njësa substanca këshu ta ashishit, janë ma të leta kushtrim, po pasaj edhe ashtë fund të krejtë, se e pash që... Edhe e lave kretë komplet? Edhe lash kesë komplet e lash. Që shëndin vetën tash? Ta shëndin vetën si ti, la jam si kretë na. Më kur qona në sabas, kam nevoj me qutrurin shambull, ku me gjetë atë, ku me gjetë 5 euro, 10 euro me ble atë, mu qetësua, po di me maja pa të qetësimin që ta ip keq ajo. Tash normal, si ketë njëzë, ta po kupton. E ku e marrë për kujna e bleshe? Qita nuk mu e kuptoj edhe as për vetit tam, ku i kam bërë lek të unë që kam blerë, kushtrim. Se që qita shtu najtëm, s'po mu i gje ato lek. A kur ju më kanë të përdor, ka i gjesha s'min kry. Nuk mu e kuptoj, për zotin po. Ajo po të shtike vetë kushtrim e gjen vetë shtina ajo. Ti qelë do të këqia, normal që u të këqia, ti qelë tu të këqia për me gjithë pare. Kel,
Ti kishe edhe një martesë Po. e cila dështoj. Po. Tash e keni vajzë, Po. kujdesesh për vajzën, Po. për mamin. A mund pja del sot, e ke lana atë substancë, no, nuk e pin ma, Jo, s'ka ma. nuk i përdor, Jo. je pastru. Jo, jam pastruar. Po. Sot ka marrë kohë ky pastrimi, ky mjekimi yt për pastrimin, Nuk e di. vërtet është një vujtje për familjen, shumë e ranë kur një prind harxhon pare pa kontroll, Jo. harxhon pasunin. Babi nuk ka harxuar asgjë, unë po të them ditën që babi ka vdekur, unë atë ditë e kam lanë. Do të kam vendosur me trurin tim që nuk do pima asnjë lloj gjaje. A thu sot ti shkon babi yt gjallë, a do të kish jetu edhe 1000 vjet. Kur të kish pa ty që e ke lanë drogën. Po qysho edhe veç me ditë që kam një fëmijë babi jam, nashtë ai penat dhe nashe, ai veç me ditë që unë ju martu edhe jam tash qyshina na. Nuk si kret njerëzit normal që ju këtu ai keli që kam qenë, s'kam qenë keli absolut. Sa më kanë dikim të sajna, unë disha në rrugë, mblitja gjëra për rrugë, shikonja binja tjetrit me grush, pa mba kur gjë. Ku? Në spital psikiatrik, s'di sa herë më shtishin, mershin policia, më qëshin aty. Si më leshin aty, më të që ne e besën shqiptari që si iken, të që e dho besën. Si ikshin ata, u beke natë, unë veç dilnja për asana, për spital psikiatrik, i iksha, që në përmet me budallenja aty, s'ku pas që në bët, dilësha tani u ansha në përrugë Prishtinës, të natë në lume. U ansha në përrugë, s'djas qysh kum jetu. Më thënë, s'kum pa dritë me sy pe 2009, nuk ku ka dritë me sy, apo shumë kanë atë tokë, bukës, si ta shpjegoj. Prind çka bajshin? Prind çka kam pas me bërë kur gjë, s'kam pas, shumë ndalonjshin, kërkosh s'ka mujt me ndalu. Tani bra babi ndroi jetë, mbeta vetëm me mamin, u martova, gjeta gruan, u martova, jetova ma të 4 vjet, deri lindëm Azrën, deri në moshën 6 vjet jetova me atë, tani u dajta, unë qashtu s'na eci ma shumë. Tani Sot punon keli? Sot asgjë, për momentin nuk punon asgjë, kushtin kam që 1 vjet që pe atë që qenë ata ku bashkë edhe një 2 muaj më përpara që e kom ndërpres se nuk u kam më fuqi, për zotin. Arsyeja çush janë ata ku, mundesh me shpjegu edhe për njerëzit? Po, marrë që se shpjegoj, unë të kom shkru. Unë Kelin e kom njoftë në rrjetet sociale. Unë të kom shkru në Messenger, të kom ta kushtrim, kam qështu një qik, edhe ka syrin, ka problem synin, kam shku të mjeku i vështrisë, më ka thënë 2.000 euro i bë, do me thënë me operu synin. Tim, kur të kom thënë shumë, këtë thënë vesh pak, të vetë, të këshyri tani të kazoj. Tani mi keni gjithë lekt, mi keni pruti, milja. Fal njerëzve, unë Emile Maliqi, fal njerëzve TikTokit edhe Jana, fal njerëzve human, me shpirt human, njerëzit e TikTokit, qysh është x personat, se s'po di edhe mja përmen edhe emnin, s'po di edhe kush, se kanë gjujt shumë njerëz, na ja kena bledh paret edhe ja kena dhënë Kelin. Sot Azra jeton mirë. Po ja, Azra super, tash Azra shmirë, pe syri e ka ato syza që ka komando mjeku, edhe menzis pret, ajo më ka quqitu, se njës ishan, kur të qoba i nuk ishan ta. Shko bab kushtrimi i dhuratën. Kërë në konta, ja kom bledh dhuratën. Ja kom bledh dhuratën, Azrës ja kom bledh qëta. Dhurat, ja kom pru prej Gjermanis, Azra e gëzoft Azra. Edhe në kell që ti je shembull për rinin ton, je shembull edhe për njerëzit që dojnë me lanë substancat narkotike. Po, unë kam një mesazh për krejt, domethënë, vetëm ai s'kam si ta shpjegoj tash kur e shikoj njanin, se s'para shikoj tash në rrugë. Ma kur e shikoj, edhe veç kur them, edhe unë si kysh pas na qani, uaj zotin arrut. Po din? Ai nuk e kupton, s'ka faj. Nuk e kupton. Se babi këta termë në thoshë, nuk kemi, se dukesh e në qere, të kanë kuj sytë, po të mbyllen sytë, se ajo normal, kur ta i kur ndikoj ke heroina, ti më shelke sytë, të varke kjo qishtu. Vesh qishtu rishet, në stop rishet qishtu. Ma bëj ke babi nuk e mirë, djali jam. Shumë qa kam për mirë. Kur e kanë kuptu familja që ti përdor? Familja ka kuptu, s'më kujtojt vitës, s'më kujtojt. Po do me thonë mas një kohë. Në 2002 në logaritë, që atër, kur nuk shkresha në shpi që vonojsha. Azrës nuk u mujt mja ble këta dhuratën, ja kom ble ata, unë kam ja dhënë do pare po tinza kamerës, edhe që të pare, janë për Azrën, edhe
kjo ka rëndësi, kjo ka rëndësi për Azrën, unë tham që këtë fëmijët e botës du mi pa mirë, edhe këtë fëmijët e botës du mi pa të buzëqeshur, e inshallah dhe ju një familje jeni e buzëqeshur, ti s'ki nevoj për shtëpi. S'ki nevoj, për çka ki nevoj, bashkë po më intereson, jena para mediumit, sepse para një televizionit me dalë dikush e me thonë që unë jam pastru prej drogës, unë jam ky person që kam pi substancë narkotike, është një fjalë shumë e rëndë. Po sot mi thonë që unë po kërkoj punë, ose po kërkoj diçka ushqim, ose çka do që të ketë nevoj, kjo është një shtytje për jetesë ma shumë. Kuptova kushtrim, po unë me kërku pare nuk kam qysh kërkoj se s'di. Ti mund është me punu, dhe me thonë. Po mu e punojmë, po jo, për momentin nuk me punoj, se mamin e kam, dhe me thonë, 73 vjetë dhe qika, dhe të më kujdese për qik, e mamin a lana shplan, punë e qikës e kam unë, apo din se unë dhe me qunë shkolle, me veshe, me anena, po këton, e mamin na lana shplan, na bën gjellë, na gatun, na fshin shpin, Për çka ke nevoj, Kel, për çka ke nevoj? Në është i del dikush një bamirë se... Punë të ashtu vesh me dy sociale jetoj. Në social, pension e mamë, pensionin tem. Me qaj Se ti farë sociali me? E marë socialin këta që më kam betur për asajna, për drogës. Kishe jam i pa për punë. Okej. Ma vazhdojnë çdo 3 muaj, tash më kam betur ashtu dhe s'po di. Mesazhi yt për gjithë rinin tonë. Mesazhi për gjithë rinin, s'po di inshallah, në lidhje me shka mesazh. Lidhje me familjen, lidhje me jetën. Të duan sa ma shumë familjen e tyre se nuk i bëhet kërkush, sa do nana, baba nuk të do kërkush. Të dojmë baba lartë, familjen e tyre, edhe sa më larg nga këto substanca, nga drogra, nga ato, se këto janë domethënë që hajde të bëna unë pak ma mirë, apo din, të ndryshoj fleshin tam. Kur ka falë Zoti qysh ta ka falë. Pse njerëz dhe pinë për me ndryshu flesh? Po, kushtrim që ajo të ndryshon ajo, të ndryshon trurin krejt, të ketë trurin të ndryshon. I penduar sot, po ti po të mësia me pi prap. Jo, maraj Zotin arrujt, jo, me ditë që krejt ma mushin këtu me euro, se pima. Faleminderit Kel që ishe pjesë jona, uroj që të kesh një jetë lumtur e ju të dashur me që rrini me neve sepse gjanat e mira i sellen veç na Kosova Info ju informon për çdo gjë.